Derisa në sheshet e Prishtinës gjithçka duket kuqezi, qytetarët presin fitore të Shqipërisë në ndeshjen me Zvicrën. Ata lojën deputuese të kombëtarës shqiptare në Europianin e Francës e vlerësojnë shumë të rëndësishme. Rënda aci njeri nga qytetarët thotë se edhe nëse pëson ndonjë gol, Shqipëria do të shënoj më shumë. Ai prognozon rezultatin 2-1. A ka me mujtë Zvicra me i dhon gol Shqipënisë? Po kam po Shqipënia jap 2 copa. Një mërgjimtar që jeton pikërisht në Zvicër, ndërsa ndodhet në pushim në Kosovë, beson gjithashtu që Shqipëria do të fitojë. Është një lojë shumë e vështirë, ama besoj që për tifazët e vet ka më bon shumë as me këtu. Ndeshja Shqipëri-Zvicër ka shtuar interesimin për fanella dhe rekuizita tjera të kombëtarës shqiptare. Njëra nga shitësit thotë se më së shumti po blihen plisa. Shumë po kanë interesin për me ble, tepër, po dojnë me përkra. Plisat, ekstrem shumë, edhe qikat edhe të më shumët edhe trit edhe krejt. Por njëri nga qytetarët e Prishtinës dëshiron që loja të përfundoj pa fitues. Unë shpresoj se ka me dalë barazim, se është ma mirë për dy ekipet, se nështë atë jepet mundësia me fitu njona me dalë për grupë. Në kombëtarën zvicrane luajnë 6 futbollistë shqiptar. Kampionati Evropian i futbollit nisi dje me ndeshjen Francë-Rumani, e cila përfundoi 2-1.